është një Amerikan, është njeriu i fushatës së presidentit Trump, është njeriu i fushatave madhështore që është bashkuar koalicioni tonë opozitar, zonja dhe zotrinj Kris Lasivita! Wow. Again, I'm always impressed by the size of the crowds. Gjithnjë habitem se sa e madhe është e gjithë kjo turmë. Thank you, Albania. Thank you for your kindness, your support, and for sharing your hopes and dreams for a better future. Faleminderit Shqipëri, faleminderit për mbështetjen tënde, faleminderit që ndan të ardhmen dhe shpresat e tua. Albania, as we heard earlier, is at a crossroads. Shqipëria, sikurse e dëgjuam edhe më parë, ndodhet në një udhkryq. Not only for your dreams and your family's dreams, but this country's position on the world stage. Jo vetëm për ëndrat tuaja dhe ato të familjeve tuaja, por edhe për pozicionin e këtij vendi në arenën ndërkombëtare. Albania cannot afford another term of Edi Rama. Shqipëria nuk mund të lejojë më edhe një mandat tjetër të Edi Ramës. The corruption, the failed economic state which has broken up families, Korrupsioni, gjendja e vështirë ekonomike, e cila ka shkatruar familjet, the lack of a stable employment opportunity, mungesa e një mundësie punësimi të qëndrueshme, all of the things that define your happiness, Edi Rama has taken from you. gjithçka e cila përkufizon lumturinë tuaj, Edi Rama ja u ka marrë. But you have a historic opportunity, Por ju keni tani një shans historik. an opportunity to show the world that the Albanian people reject the politics of the past. Një shans që të tregoni se populli shqiptar e refuzon politikën e të kaluarës, That you will not be intimidated, se ju nuk do të friksoheni and that you will not stop fighting for your families. dhe nuk do të rreshni së luftuari për familjet tuaja. But that only happens if you show up and vote. Por kjo ndodh vetëm në qoftë se shkoni të votoni. Bring your friends, your family, your neighbors, Merrni me vete familjarët tuaj, miqt, fëmijët and fire Edi Rama. dhe lëreni pa punë Edi Ramën. In a new Albania with Dr. Berisha, Në Shqipërinë e re me Doktor Berishën, you have a man who has saved lives. do të keni një njeri i cili ka shpëtuar jetë. Why not put your trust in a doctor to save Albania's future? Përse të mos e vendosni besimin tuaj tek një mjek, i cili do të shpëtojë të ardhmen e Shqipërisë? A real plan. A real plan to fix the economy and to end the corruption. Në një plan real, i cili do të rregullojë ekonominë dhe do të jap fund korrupsionit. And a real plan that will make your life better. Në një plan real, i cili do ta përmirësojë jetën tuaj. I come to you here today as an American Vi sot tek ju si amerikan, who sees a bright future for a great country and a great people. i cili sheh një të ardhme të ndritur për një vend të madh dhe për një popull të shkëlqyer. The entire world is watching this election. Gjithë bota i ka syt nga këto zgjedhje. Vote for your